Inspektorati i Komunës së Tetovës gjatë ditës së sotme ka vazhduar aksionin për lirimin e hapësirave publike përgjatë bulevardit Ilinden, duke krijuar kështu kushte që qytetarët të qarkullojnë më lehtë. Ky aktivitet i zyrtarëve të Komunës së Tetovës vjen pas kronikës të së premtes të emituar në televizionin Koha, ku ngritën shqetësime nga uzurpimi i trotuareve nga ana e bizneseve dhe kafeterive në Tetov, të cilët po pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Televizioni Koha përmes kronikës raportoi se tavolina karrige, frigorifer, materiale të ndryshme dhe gjësende që shiten bllokojnë dhe pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve në trotuare. Më problem del të jetë lëvizja e personave me nevoja të veçanta, si dhe për prindërit që lëvizin me karroca për fëmijë. Ata ankohen jo vetëm për bizneset, por dhe për veturat e parkuara në trotuare. Të njëjtit për televizionin Koha bën apel që sa më shpejt që të jetë e mundur të lirohen hapësirat publike dhe që qytetarët të mund të lëvizin lirshëm. Inspektorati i Komunës së Tetovës ka falenderuar të gjithë pronarët e lokaleve, të cilët vullnetarisht kanë larguar mallrat nga trotuaret dhe kanë shprehur gatishmëri për bashkëpunim me Inspektoratin Komunal. Me bashkëpunim dhe me angazhim të plot, të gjitha palëve, rrugët dhe trotuaret tona bëhen të lira për qarkullim, thonë nga Komuna e Tetovës, duke inkurajuar dhe mbështetur edhe qytetarët tjerë, të cilët janë duke i larguar mallrat dhe sende tjera nga trotuaret.